Jemi këtu me një kolos të industrisë globale të anijeve, Fincantierin, për të nënshkruar një marrëveshje mes Fincantierit, Kajos dhe shkollës industriale. Një marrëveshje e cila hap një fazë të re, duke ju referuar asaj që tha administratori i përgjithshëm i Fincantierit. Një kantier detar fillon në klasë. Fillon aty ku ngrihet kapitali njerëzor i cili vihet në dispozicion të një historie sipërmarrje qindra e qindra miliona eurosh. Ne jemi sot në një ditë kur pas këtij takimi, mbas dite, qeveria shqiptare do të miratojë një akt normativ ku ndër tjera Shqipëria do të angazhojë të gjithë financimin e nevojshëm për të arritur targetin e përcaktuar nga antarësia jonë në NATO, që e çon në 2.6% të buxhetit të përgjithshëm të shtetit shpenzimin tonë për mbrojtje, ku përfituesit e drejt për drejt janë të gjithë ata të cilët janë pjesë e strukturës sonë të Ministrisë së Mbrojtjes, të forcave të armatosura, por edhe të gjithë ata të cilët do t'i bashkohen hap pas hapi kësaj rritje të jashtëzakonshme të kapaciteteve tona të mbrojtjes dhe të sigurisë, pjesë e të cilës është edhe rritja e industrisë ushtarake. Historia e industrisë tonë ushtarake dihet, është një histori dramatike, një histori e jashtëzakonshme në disproporcionet e veta, nga një vend ndër më të militarizuarit në botë për perimetër territorial dhe numër popullsie, në një vend që humbi gjithçka nga industria vetë ushtarake pas ndryshimit të regjimit. Sot ne jemi në një fazë krejt të re, ku industria ushtarake po rilind hap pas hapi dhe marrëveshja me Fincantierin nuk është as e para dhe as e fundit ndër marrëveshjet që po firmosen për t'i dhënë industrisë tonë ushtarake të gjithë komponentët e vet dhe për të pasur një sistem industrial ushtarak që funksionon nga uniformat deri tek mjetet më të sofistikuara të forcave të armatosura. Dhe në qendër të këtij procesi është një kompani e re, një kompani publike e krijuar në bazën e leximit të praktikave më të mira ndërkombëtare, një kompani që përfaqëson interesat e publikut dhe të shtetit, kompania Kajo, e cila është aty për të ndërtuar pikërisht këto partneritete, duke e bërë shtetin shqiptar pjesëmarrës jo thjesht ligjërisht, por edhe financiarisht, dhe duke hapur rrugën e përfitimit ndërsjellë ekonomik midis partnerëve privat apo publik të kompanisë dhe vetë kompanisë që përfaqëson shtetin. Është një kapërcim i jashtëzakonshëm i ndodhur në vitet e fundit, ky i kalimit
tani më në një fazë kur interesat e shtetit dhe të publikut strukturohen përmes agjencisht të dedikuara, të cilat adresojnë temën e aseteve shtetërore, adresojnë temën e kapaciteteve shtetërore dhe adresojnë temën e shërbimeve, të cilat jo vetëm duhen përmirësuar, por prej cilave shteti duhet të kontribuojë dhe të marrë mbrapsht një pjesë kontributit. Janë 500 vende pune që krijohen në këtë territor nga ky partneritet, dhe siç e tha edhe administratori i përgjithshëm, janë 500 vende pune që kërkojnë njerëz të kualifikuar, që kërkojnë ekspertizë. Janë 500 vende pune të mirë paguara, janë 500 vende pune në këtë sistem të ri që po ndërtohet, dhe duhet pas parasysh